Në këtë edicion do të ndiqni një person gjendet pa shenja jete nga familjarët, rasti po hetohet. IKD, gjobat e KPM-s për shkeljet nga mediat janë të kundërligjshme. Gjendje mjerueshme e parkut të kompleksit banesor Dugaxhini. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Paraditën e sotme një person i moshës madhore është gjetur pa shenja jete. Në raportin e policisë citohet se menjëherë në vend ngjarje kanë dalë ekipet relevante, të cilët kanë konstatuar edhe vdekjen e personit, ndërkohë trupi i pajeti i viktimës është dërguar për ekzaminimin mjekoligjor. Paraditën e sotme, një person i moshës madhore është gjetur pa shenja jete në rrugën Tirana, e njohur ndryshe si rruga Tranzite në Xhakov. Menjëherë pas njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore dhe ekipet e hetimeve, të cilat kanë kryer ekzaminimet e nevojshme për të sqaruar rrethanat e rastit. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në vendin e ngjarjes, ku për më shumë detaje ka folur zëdhënësi i policisë rajonale në Xhakov, Sheremet Elezaj. Sot në mëngjes kemi pranuar informat se një person në vendbanimin e tij, një moshkull i moshës i lindur në fakt në vitin 1940, është gjetur nga familjarët pa shenja jete këtu në Xhakov. Policia menjëherë ju ka përgjigjur informatës, po ashtu në vend ngjarje ka dalë edhe ekipi i emergjencës mjekësore, të cilët në vend ngjarje kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, në konsultim me të kemi iniciuar rast hetimi vdekjes, përderisa trupi pa jetë i viktimës do të dërgohet për ekzaminim mjekoligjor. Kjo është e gjitha çka mund t'ju konfirmojmë për ngjarjen që ka ndodhur sot në qytetin e Xhakovës. Sipas policisë, trupi pa jetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e vdekjes. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit, me konsultimin e të cilit është iniciuar rasti hetimi vdekjes. Organet kompetente kanë bërë të ditur se po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar plotësisht ngjarjen. Edhe gjatë ditës së sotme në qendrën komunale të numërimit është duke vazhduar numërimi i votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Nga kjo qendër bëjnë të ditur se aktualisht gjithçka po shkon sipas planifikimeve. Në qendrën komunale të numërimit në Xhakov po vazhdon procesi numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Zyrtari ekzekutiv i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, Ermi Rexhaj, ka bërë të ditur se deri më tani janë procesuar 28 kuti votimi, ku janë verifikuar votat për subjektet politike dhe kandidatet e tyre, ndërsa edhe 11 kuti të tjera janë në proces. Sipas Rexhajt, procesi po zhvillohet me 2 ndërrime nga ora 8 deri në orën 16 dhe nga ora 16 deri në orën 24. Në qendrën e numërimit janë të angazhuar anëtarët të Këshillit të vendvotimit, stafi i KQZ-s, si dhe vëzhgues nga subjektet politike dhe organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve. Numërimi po zhvillohet në 24 tavolina, 12 paradite dhe 12 pasdite, ndërsa procesi po monitorohet në vazhdimsi nga vëzhguesit e akredituar pranë qendrës komunale të numërimit në Xhakov. Komisioni qendror i zgjedhjeve po planifikon që me 26 qershor të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. E nëse gjithçka shkon mirë, KQZ certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme do ta bëjë deri me 6 korrik.
Nëse gjithçka shkon sipas planifikimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po planifikon që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të së dielës së 7 qershorit t'i shpall me 26 qershor, ndërkaq certifikimin e tyre ta bëj deri me 6 korrik. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka pohuar se këto dy data janë vetëm planifikime nga ana e institucionit, pasi shpallja e rezultateve dhe certifikimi i tyre, ndër të tjera varet edhe nga ankesat që mund të ushtrojnë palët për procesin. Nga KQZ gjithashtu deklarojnë se numrimi i votave të kandidatëve për deputet pritet të përmbyllet brenda disa ditësh, përderisa numrimi i votave të rregullta është përmbyllur, pasi ai është bërë në klasa menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve, dhe tani KQZ bën verifikimin e votave për partitë paralelisht me numrin e votave për kandidatët. Gjatë këtij procesi pritet po ashtu që të numrohen edhe votat me kusht të personave me nevoja të veçanta dhe të diasporës, si dhe ato nga përfaqësi diplomatike dhe më post. Sipas rezultatit final preliminar, lëvizja vetëvendosje mbetet partia e parë, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës dhe tutje e katërta është rënditur Aleanca. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka konstatuar se vendimet e Komisionit të Pavarur të Mediave për shqiptimin e gjobave ndaj mediave gjatë fushatave zgjedhore janë marrë në kundërshtim me ligjin. Nga ky institut gjithashtu kanë ftuar media të dënuara që të shfrytëzojnë mjetet juridike në dispozicion për të sfiduar këto vendime, duke përfshirë ankesat në Komisionin për Ankesa dhe në gjykatën administrative. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka konstatuar se vendimet e Komisionit të Pavarur të Mediave për shqiptimin e gjobave ndaj tyre gjatë fushatave zgjedhore janë marrë në kundërshtim me ligjin. Përkundër faktit që mediat gjatë këtyre fushatave mund të kenë kryer shkelje prapë se prapë, kjo nuk e arsyeton Komisionin e Pavarur të Mediave që të nxjerrë vendime të kundërligjshme. Sipas Betim Musliut, zëvendës drejtor ekzekutiv i IKD-s, pas funksionalizimit, KPM-ja ka mbajtur 4 mbledhje, ku janë shqyrtuar 62 raste ligjore dhe janë shqiptuar sanksione në 59 prej tyre. Ai tha se gjetja kryesore e raportit është se të gjitha këto sanksione janë shqiptuar në kundërshtim me ligjin. E drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Ehat Miftaraj, bëri thirrje për mediat që të shfrytëzojnë mjetet juridike në dispozicion për të sfiduar këto vendime, duke përfshirë ankesat në Komisionin për Ankesa dhe në gjykatën administrative. Këto gjetje ishin në kuadër të raportit kur rregullatori shkel rregullat kundër ligjshmëria e gjobave të KPM-s ndaj shkeljeve të mediave. Një varg problemesh me mbeturinat kanë listuar para kamerës tonë banorët e banesave kolektive të njohura si ndërtesat e Dukagjinit. Të gjendur në një situatë as pak të mirë, banorët kërkojnë të kenë një zgjidhje më praktike me menaxhimin e mbeturinave, e sidomos tani kur temperaturat kanë filluar të rriten. Pas raportimit për gjendjen me mbeturina të kompleksit banesor të njohur si banesat kineze, një ankesë arriti në redaksinë e mediumit ton për një tjetër zonë të qytetit ton. Bëhet fjalë për parkun e kompleksit banesor të njohura si banesat e Dukagjinit, në afërsi të shkollës fillore Mustafa Bakia. Gjendja po e njëjtë. Hapësirat e dedikuara për gjelbërim janë shndruar në zona të pakontrolluara, me barë të rritur ku mbeturinat grumbullohen dhe humbasin në brendësi të tyre. Të gjitha hyrjet e këtij kompleksi kanë vetëm një pikë të dedikuar për mbeturina, e cila mbushet shpejt dhe si pasojë mbeturinat shpesh përfundojnë të grumbulluara përreth saj, duke u hedhur pa kontroll dhe duke krijuar një pamje të papërshtatshme dhe kushte jo higjienike për këtë zonë. Banori i kësaj zone na flet për gjendjen e saj. Unë këtu kom fillu me jetu që 11-12 vjet. Edhe mujme tonë fiks prej këtyre viteve unë nuk e kom pa asnjë punëtor që kanë ardhur dhe kanë pastruar mbeturinat edhe mirëmbajt pishat. Banori ka një thirrje për institucionet përgjegjëse. I kisha lut komunën me ndërmarr, i kemi pa aksionet edhe qabratit kompanisë që kanë marrë aksionin për komplekse tjera banesore, me ardhme na pastru, se çka kena mirëmbajt është vetëm kush ka pas dëshirë. Për ndryshe, prej as kuvendit, as prej kompanisë qabratit nuk kanë ardhur asnjëherë me mirëmbajt.
Kërkesë tjetër nga banorët është edhe shenjazimi i vijave të parkimit për makina, pasi mungesa e tyre po shkakton parregullsi dhe paqartësi në shfrytëzimin e hapësirave të parkimit. Ata shpresojnë që kërkesa e tyre të dëgjohet nga institucionet përgjegjëse dhe të ndërmerren masa të menjëhershme për të përmirësuar kushtet e jetesës në këtë kompleks banesor. Nga mbeturinat kalojmë tek një tjetër problematike qytetarëve. Kësaj radhe kronika në një me problemet infrastrukturore në një zonë shumë të frekuentuar brenda qytetit. Grupat të hapura për vendosin e kablove elektrike edhe pas vendosjes së tyre mbeten të pasanuara plotësisht. Kjo situatë po i pengon banorët të cilët vlerësojnë se punëkryesit duhet ta kthejnë secilin intervenim infrastrukturor në gjendjen siç ishte para intervenimit. Kur punimet përfundojnë, dëmet vëren ende në rrugë. E kjo dukuri është kthyer në fenomen në komunën e Gjakovës që dëmet e shkaktuara gjatë punimeve nuk riparohen në përfundimin e tyre. Banorët prapa kamerave i thanë mediumit ton që kjo ndërhyrje është në kuadër të energjisë elektrike. Këto punime shihen në udhëkyçin e rrugës Yll-Morina, po në afërsi të kësaj shkolle, ku pas ndërhyrjes gjendja e rrugës nuk është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Kjo nuk është hera e parë që mediumi ynë raporton për situata të tilla ku punëkryesit ndërhyjnë në infrastrukturën e qytetit e që pas përfundimit të punës nuk sanojnë plotësisht infrastrukturën rrugore ku është bërë ndërhyrja. Përgjatë gjithë aksit rrugor të rrugës Bardhyl Çaushi është vendosur vetëm një shport mbeturinash që për qytetarët po vlerësohet e pakt pasi rruga është shumë e frekuentuar. Prapa kamerës banorët kërkuan që të shtohen shportat e mbeturinave me qëllim që mjedisi të mbahet sa më pastër. Rruga Bardhyl Çaushi është një ndër rrugët më të frekuentuara të qytetit, e cila së fundmi është rregulluar duke përmirësuar dukshëm qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve në këtë zonë. Megjithatë, pavarësisht investimeve në infrastrukturë, në këtë segment rrugor vazhdon të mbetet një problem i dukshëm që lidhet me menaxhimin e mbeturinave. Gjatë gjatësisë së këtij aksi rrugor, nuk është vendosur asnjë shport mbeturinash, me përjashtim të një të vetme që ndodhet në afërsi të ish-gjykatës së vjetër. Kjo situatë krijon vështirësi të përditshme për qytetarët që kalojnë përreth kësaj zone, pasi detyrohen të mbajnë mbeturinat me vete derisa të gjejnë një vend të përshtatshëm për hudhjen e tyre, apo deri në arritje të parkut të qytetit ku shportat janë prezente. Ndërkohë, disa nga qytetarët e intervistuar prapa kamerës son kërkojnë që të vendosen shporta në disa vende, me qëllim që të mirëmbahet më mirë mjedisi i kësaj zone. Një libër më shumë, dokumente, fakte të rralla dhe fotografi origjinale që shpjegojnë historinë, arkitekturën dhe rëndësinë e xhamisë së Hadumit i autorit Agron Muçaku po vlerësohet si shumë i rëndësishëm për arkivën e këtij kulti fetar, por edhe historinë e qytetit. Vetë autori Muçaku thotë se kjo monografi është shumë e rëndësishme për arkivën. Data 9 qershor shënon ditën ndërkombëtare të arkivave. E arkivin më me rëndësi në qytetin e Gjakovës e tregon Xhamia e Hadomagës, për të cilën është botuar edhe monografia e parë. E për rëndësinë e saj arkivore foli edhe autori i veprës. Me vetë faktin që nuk ka pas deri tash të përmbledhur një monografi për Xhaminë e Hadumit, ky libër është një libër shumë me vlerë dhe i shërben qëllimet e arkivimit të qytetit tonë. Xhamia e Hadumit është prej objekteve më me rëndësi historike, arkitekturore, kulturore dhe shpirtërore të qytetit të Gjakovës, sepse me Xhaminë e Hadumit fillon edhe Gjakova urbane. Ai tregoi po ashtu edhe rreth idesë për botimin e kësaj monografie. Ideja për librin monografia e Xhamisë së Hadumit rrjedh nga shoqata intelektualëve Jakova, konkretisht nga profesori Rushdi Sefa, të cilën një herë pata hezitim mirë, po profesor mi tha disa fjalë që nëse ti nuk e bën, kush do ta bëhet tjetër. Kjo pak më ngacmoi, e pranova dhe më njëherë ju përvisha punës që nëpër arkiva duke bërë një hulumtim dhe analizë shkencore dhe dokumentim të saktë lidhur me Xhaminë e Hadumit. Dita ndërkombëtare e arkivave shënohet në kuadër të Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave. Kjo datë është vendosur gjatë kongresit të tyre të përgjithshëm në vitin 2007.
Çmimet e derivateve në Kosovë vazhdojnë të shënojnë lëvizje nga dita në ditë. Ndo nëse gjatë fundjavës kishte rënje të çmimit, java ka nisur sërish me ngritje. Në listën e çmimeve maksimale të lejuara për derivatet e naftës për sot, çmimi maksimal për naftën dizel është saktuar në 1.54 euro për litër, ndërsa benzina mund të shitet deri në 1.41 euro për litër. Pas një rënje të lehtë gjatë fundjavës, çmimet e derivateve në Kosovë ka nisur javën me rritje. Sipas çmimeve të publikuara sot në Gjakov, nafta po shitet nga 1.52 euro deri në 1.54 euro për litër, ndërsa benzina nga 1.40 euro deri në 1.41 euro për litër. Lëvizjet e shpeshta të çmimeve po vazhdojnë të ndikojnë te qytetarët dhe bizneset, të cilët po përballen me ndryshime të vazhdueshme në tregun e karburanteve. Ekspertët e vlerësojnë se zhvillimet në tregjet ndërkombëtare mbeten faktorët kryesorë që ndikojnë në përcaktimin e çmimeve në vend. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një person gjendet pa shenja jete nga familjarët, rasti po hetohet. IKD, gjobat e KPM-s për shkeljet nga mediat janë të kundërligjshme. Gjendje mjerueshme e parkut të kompleksit banesor Dugazhini. Këto merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.